Nxënësit e klasave të nënta të shkollës 9-vjeçare Papa Kristo Negovani në Ersek kanë festuar mbrëmjen e minimaturës, duke shënuar përfundimin e një etape të rëndësishme të jetës së tyre shkollore. Të veshur me elegancë, ata parakaluan në rrugët e qytetit, mes duartrokitjeve të familjarëve, miqve dhe qytetarëve, të cilët u bën pjesë e atmosferës festive. Për minimaturantët, kjo mbrëmje simbolizon fundin e arsimit 9-vjeçar dhe nisjen e një rrugtimi të ri në arsimin e mesëm. Mes emocionesh dhe urimesh, ata ndan kujtimet e viteve të kaluara së bashku dhe entuziazmin për sfidat që i presin. Atmosfera festive vijoi me një mbrëmje të organizuar për nxënësit, ku ata festuan së bashku këtë moment të veçantë. Festa u mbyll me ndarjen simbolike të tortës dhe urimet për suksese në rrugtimin e tyre të mëtejshëm arsimor, duke lënë pas një kujtim të bukur për nxënësit, mësuesit dhe prindrit.